Presidenti Amerikan Donald Trump rriti në Japoni të hënën ku prit me nderime të larta shtetërore në një ceremoni zyrtare në Tokyo, duke shënuar fazën e fundit të turneut të tij 5 ditor në Azi. Vizita e tij, e cila u përfshin në ndalesa në disa kryeqytete aziatike, pritet të përmbyllet me një takim të rëndësishëm me presidenti kinez Xi Jinping, me qëllimin arritjen e një marrëveshje për armëpushim dhe luftën tregtare midis dy fuqive më të mëdha ekonomike. Gjatë qëndrimit të tij në rajon, Trump ka njoftuar nënshkrimet e disa marrëveshjeve me 4 vende të Azisë Juglindore, të cilat përfshin bashkëpunim ekonomik dhe investime të ndërsjellta. Gjatë ndalesës së parë në Malajzi, ai theksoi rëndësinë e tregjeve aziatike për zhvillimin e ekonomisë globale, duke shtuar se partneritetet e reja në Azi janë kyçe për ruajtjen e ekuilibrit ekonomik ndërkombëtar. Sipas zyrtarëve amerikanë, negociatat në Washington dhe Pekin kanë rënë dakord për një kornizë të re marrëveshjeje që parashikon ndalimin e tarifave shtesë amerikane ndaj mallrave kineze dhe lehtësimin e kontrolleve për eksportin e metaleve të rralla. Lajmi është pritur pozitivisht në tregjet financiare aziatike, ku indekset kryesore kanë shënuar rritje rekord me njëherë pas publikimit të tij. Në deklaratat e dhëna për gazetarët në avionin presidencial Air Force One, Trump u shpreh optimist për një zgjedhje me Kinën. Kam shumë respekt për presidentin Xi Jinping, mendoj se ai do të arrijë një marrëveshje që i shërben dy vendeve. Në Tokyo, presidenti amerikan u prit nga zyrtarë të lartë japonezë dhe më pas zhvilloi një takim me perandorin Naruhito në pallatin perandorak, i veshur me kostum blu dhe kravatë të lartë. Trump shfaqi një ton të përmbajtur, ndërsa falenderoi mirëpritësit japonez për ceremoninë e veçantë. Burime pranë delegacionit amerikan bën të ditur se gjatë vizitës, Trump ka siguruar një premtim investimi prej rreth 550 miliardë dollarësh nga Tokyo në këmbim të lehtësimit të tarifave ndëshkuese mbi importet japoneze. Ky zotim, sipas analizëve, mund të shënojë një ktesë të rëndësishme në marrëdhënie tregtare ndërkombëtare dhe një sinjal pajtimi në një periudhë tensioni ekonomik global.